Allahu i lartësuar, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Do të thënë Allahu ju ka bërë obligim mënyrën e shpagimit të betimit. Do të thënë kur njeriu betohet për një gjë që do ta bëj ose nuk do ta bëj, dhe pastaj më vonë merr vesh se është më e mira që ta kundërshtoj këtë betim. Atëherë duhet të bëj shpagim, sepse duhet patjetër të nderohet emri i Allahut subhanahu wa taala. Do të thënë nëse një vendim njeriu e ka lidhur me emrin e Allahut, edhe thot pasha Allahun ose për Allahun, do ta bëj këtë ose nuk do ta bëj, atëherë patjetër duhet ta respektoj dhe ta nderoj këtë emër. Por nëse e sheh se është më mirë që mos e plotësoj atë për cilën është betu, atëherë duhet bëj shpagim. Edhe shpagimin e ka treguar Allahu subhanahu wa taala në ajetin e surës Al-Maida, thot Allahu i lartësuar: la yu'akhidhukum Allahu bil-laghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Do thënë Allahu nuk ju merr në përgjegjësi për rrëshqitjet në betim që i bani. Do thënë betimi që bëhet, do thënë kur flet njeriu i vjen është në shprehinë e shumë njerëzve që thot wallahi kështu ose, por nuk e ka qëllim betimin. Pra nuk jo merr Allahu në përgjegjësi për këtë lloj të betimeve, por ju merr në përgjegjësi dhe në llogari për ato betime që jeni të vendosur, bima aqadtum, do të thënë ato që i keni lidhur në zemër. Pra e ke thonë me vetdije dhe me qëllim të plot të betohesh në Allahun për bërjen e një vepre në të ardhmen ose mos bërjen e saj, atëherë për këtë merresh në llogari. Dhe kjo ka shpagim, që do të thonë se betimin duhet ta përmbushni, patjetër. Por nëse shihet qartë se është më mirë mos përmbushet betimi, atëherë kemi shpagim. Fa kafaratuhu it'amu 10 masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum. Do thotë shpagimi për këtë është të ushqehen 10 varfër me ushqim nga ajo mesatarja me cilën e ushqeni familjen tuaj. Do thënë për 10 varfër nga një vakt mesatar siç ha vetë me familjen. Au kiswatuhum, ose të vishen. Do thënë të vishet nga një robë 10 të varfërve, nga robat mesatare që i vishni familjarët. Au tahriru raqaba, ose lirimi i një robi, Do të thënë këto tri shpagime janë që njeriu ka zgjidhje, ta zgjedh njërin prej këtyre, ose t'jape ushqim 10 varfërve, ose veshje 10 varfërve, ose të liroj një rob. Faman lam yajid, por nëse nuk ka mundësi, nuk mund ta bëj asnjërin, atëherë fa siyamu 3 ayyam. Do thotë atëherë agjiron 3 ditë. Do thonë nuk e di nëse kemi folur për këtë jetë edhe në raste të tjera, por duhet ta keni parasysh se ajo që është e përhapur te njerëzit se për betim duhet me agjiru 3 ditë, do thonë duhet ta kuptojmë se kefara që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala është ushqimi 10 varfërve, ose veshja 10 varfërve, ose lirimi i një robi. Do thënë këto të trija mund t'i zgjedh cilat do. Nëse nuk mund ta plotësoj asnjërin, atëherë duhet të agjiroj 3 ditë. Dhalika kafaratu aymanikum idha halaftum. Do thënë ky është shpagimi për betimet tuaja kur të betoheni. Wahfadhu aymanakum, por ruajini betimet. Do thënë njeriu duhet ta ruaj betimin edhe në aspektin që mos betohet shumë shpesh, edhe mos betohet në mënyrë me lehtësi, do thotë. Çdo herë kur i vjen diçka betohet, por duhet ta ruaj, do të thënë madhrimin e emrit të Allahut subhanahu wa taala. Por kur kërkohet betimi, atëherë duhet ta ruaj betimin dhe ta plotësoj. Thot kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Pra në këtë mënyrë Allahu ju sqaron argumentet e tij që ju të falenderoni. Thot është transmetuar nga Ebu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, i cili thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: unë
pasha Allahun, në dashtë Allahu, nuk betohem asnjëherë për ndonjë betim. Pra, nuk betohem ndonjë betim, nuk ndodh që të betohem për ndonjë betim, dhe kur e shoh se ndryshe është më mirë, do të thënë betohesh për një vepër se do ta bësh në të ardhmen, por pastaj bindesh se është më mirë ta bësh ndryshe, atëherë do ta bëj atë që është më mirë dhe do të dalë prej betimit, do të thënë me shpagim. Thotë kjo është gjithashtu e saktë në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, këtë hadith e transmetojnë Buhariu dhe Muslimi.